kanë thonë se është dashur të bisedohet paraprakisht, para se të zgjidhet kryetari i kuvendit, në këtë rast kryetaria që u zgjodh Albulina Haxhiu. Tjetra, ajo çfarë ka bërë kryeministri Kurti duhet me kuptu jo vetëm qytetarët, jo vetëm ne, duhet me kuptu të gjithë se 9 muaj ka luftu për pozitën e kryetarit të kuvendit, nga Shkurti deri me 28 dhjetor. Dhe atë se nuk i takojnë lëvizjes vetëvendosje të 3 pozitat, kryeministri Kurti njërin nga ato ja ofroi LDK-s. Kush ka luftuar? Ka luftuar Kurti apo kush ka luftuar? Ka luftuar Kurti se 50 herë ka dalë Albulina Haxhiu. Po, ka luftuar për pozitën e kryeparlamentarit. Kjo është kardian është problemi. Nëse ki luftu 9 muaj për me marrë atë pozitë dhe ke thonë që bashkon me kushtetutë dhe me vendim gjykatës kushtetuese dhe tash me lehtësi po i jep çat pozitë për me marrë presidentin, edhe kjo është absurde. Për mos me shkuar absurde. 9 muaj ditë me merr dhe jeni bllokuar për një emën, për një pozitë. Edhe tash rastësisht u bën opozitë të parëndësishme. Për dhe po vendosim ja PDK-s, po du pejnë bojna rotacion. Sistemi është blokuar në të vota. Jo gjallë dhe të lejshur. Për mos me shku... Për mos me shku... Kemi ditë që është çështja e presidentit. Ska qenë dhe ka qenë mas 5 muajve. Neve s'ka qenë muaj. Për mas 5 muajve ka pas me qenë aja tim. Të mos e do të me Po s'ka dasht në duke ju ka dyeri ka dërgu letër, s'ka dasht koalicionat. S'ka dasht dhe është çështjesore, s'ka dasht. Problemi pra. Do të me kuptu edhe një fakt se ky problem ndoshta ka derivu për shkak se zgjedhje